Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Maqedonia do bëhet apo nuk do bëhet? Edhe me u bë nuk bëhet. Ku nuk do bëhet, do bëhet. Pse vetëm Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti nuk përmenden në këtë kampanjë asnjë borxh të komunave? Aktuali ishte sot sërish në shitje banesat e Gruevskit në Vodnë për me çmime të lirë. Dhe u pyes diçka, ama mos qeshni. Kush i bleu banesat e Sasha Mjallkovit në Vodnë? Unë them, ata të njëjtit do i blejnë edhe të Gruevskit. Në këtë mënyrë do të legalizohen ajo cila nuk është e ndershme në pushtet. Pra fillojmë dal nga dal. Pse them se Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti nuk do përmendin borxhet? Për këtë do thuajnë tash Bilali në këtë mandat se parapraki 2025 ishte Bilal Kasami. 2021 kishte një mbulesë të Utarifi. Dhe çuditërisht nuk e dha, deri tash nuk pam 4 vite asnjë gjykim të Utarifit për atë shumë të madhe të parave të cilën e ngjithte nëpër pllakata në billboarde, nëpër qytet. Nuk pam si vjet në kampanjë. Ala më interesant do t'jetë rasti i Izet Mexhitit. Çairi që nga viti 2009 kur e mori mandatin e parë kryetar komune Izet Mexhiti. E këndej nuk është duke dhënë shifra apo popullor që numra sa borxhe ka komuna e Çairit në përgjithësi. Po si do thote, 3 mandate ish kryetar komune Izet Mexhiti, këtë do thote vetvetes, parapraku Izet Mexhiti, e pastaj ai Izet Mexhiti do thote Izet Mexhiti tjetër. Tash 2 mandate nga 2017 ishte Visar Ganiu. Këtë do thote Visar Ganiu. Izet Mexhiti. E tash Izet Mexhiti është sërish kryetar komune 2025. Këtë do thote Visar Ganiu, njëri i partisë së tij, kur ai nuk e përmendi asnjë vit nga viti 2009, pra. Arsye e logjikshme. Izet Mexhiti nuk mund të akuzoj askë për komunën e Çairit se sa borxhe ka. Njësoj edhe Visar Ganiu, por edhe njësoj edhe Bilal Kasami në Tetov. Kush i paguan? E paguajnë qytetarët. Ende nuk më hiqen nga skena filmat që i bënte Bilal Kasami me paraprakën të Utarifin vitin 2021 me billboarde. Nga mos i ngjit. Nga mos. Okej, shohim e bëjmë se si do kaloj. Por, ajo që më befason është se kryetari i sapo zgjedhur i komunës Sarajit, Muhamet Elmazi, nuk ndalet duke thënë 4 milion euro borxh komunës së Sarajit i kalon parapraki. Borxhet na mbajnë të bllokuar dhe të rikthejmë funksionimin normal e kështu me radhë. Okej. Adresa, nëse se din, unë po të tërgë, Policia Financiare, Prokuroria. Por, nuk më ke befasuar se sa shtuja bon ati, tash ai e kthen imperatorit, e kthen grushtin, Nevzat Bejta. Tek do shihni ku shkuan 20 milion euro humbjet e komunës së Gostivarit. Nevzat, për krajen time po marr parasysh se nuk kam ndonjë pesh, do ta kesh, ama shko deri në fund, ha. Unë e di se Taravari ka parë shumë qejf. Bile këtyre ditëve një mjek eminent nga spitali klinik të Tetov ka thënë, Taravari ka lëshuar rastin dhe ka bërë ndrim aso kohë me spitalin klinik në Tetov me një drejtori në spitalin klinik në Shkup për një klientin e vet, pra doktorin e vet, shokun e vet. Pra, ka ndro një spital klinik komplet për një drejtori diku. E di si ka qef parat. Si ishte ajo, kush nuk do parë dëm llaj raft. Pra Nevzat, shkoj punës deri në fund. Unë e di se do fitosh, sepse ti BDI-she, ti grati ke me veti. Dhe gabim dhe ishte gënë të shëndzirë dikush tjetër. Pra, është një shprehje, nuk ka të bëjë kjo me ti, po thotë kriminali për e kthen në vendin e ngjarjes.
Tash ti duhet të thesh si fitues në vendin e ngjarjes dhe të ndjekesh kriminalin, ashtu thua. Okej, shohim e bëjmë. Temë tjetër sot e cila u elaborua është për qeshur, por do jemi serios. Konkursi Kuvendit të Republikës së Maqedonisë kërkon 33 persona, ku kërkon bashkëpunëtor, përkthyes dhe interpretues. Paga nga 500 deri në 1000 euro. Sigur të jeni. Pas të matematikë. Shqiptar 3, Maqedonas 7, ashtu do shkoj, 7 me 3. Apo mund të jetë edhe kundërta, 30 me 3. Por, ajo që më fason është se Vleni vjen duke ngushtuar radhën e qyteteve të tjera me Shkupin. Nuk ka Vleni antarë të tjerë. Ku? Incidentalisht dikun Kumanov, incidentalisht dikun Tetov, e kështu me radhë. Pra Vleni nuk ka strukturë të përhershme. Por tash do vazhdoj atë që bënte PPD-ja, u shndrua në BDI, disa të PDSH shkuan në BDI dhe morën poste, tash e njëjta gjë do e kap edhe Vlenin derisa të ketë poste. Pastaj kur rafsha mos u vrafsha. Pra, është konkurs ku nuk do të mund të konkurrojnë tetovarët, nuk do të, ata cilët nuk përzihen në politikë, konkurs ku nuk do të mund të konkurrojnë gostivarlinjt, konkurs ku nuk do të mund të konkurrojnë kërçovarët e kështu me radhë. Sepse tash e dini si është, edhe ne tetovarët do kemi mbetur shumë hak kërçovarëve se ja, rat ju dhe por nuk ish bashkë ashtu. Tash edhe Vleni njëjtën politikën ndjek. Ndërsa për atë që Fatmir Limani doli kandidatura e dihet pastër. Trimi mirë me shok shumë, por kur e ke shok Mickovskin, o Fatmir, prej në Mepsa. Nuk them në një shtet tjetër, po jemi sërish në Maqedoni. 2 familjarë, ish kryeministri Nikola Gruevski, që është në ikje në Ungari, dhe ish shefi i ASK-s, do them DBK-s, Sasha Mielkovi, brat Sasha, kanë telashe të ëmbla këtyre ditëve. Atë që e morën me pushtet, tash shumë thjesht po u legalizon pushteti, me blerje rishtës në thojzat të banimeve të tyre. Apartmantet luksoze të Gruevskit në Vodë rikthehen sërish në shitje këtër me çmime të ulur. Do e pyes, dini gjë kush i fitoi, kush i bleu, cila kompani ishte ajo që i bleu të Sasha Mielkovit në Vodë? Dgjoni. Firma ka emrin Best Way Investment. Jordan Mielkov. Kush është Jordani? Djali i Sashës. Sos puna. Ish drejtori i UBK-s, DBK-s, ASK-s Sasha Mielkov, tash cilët i humbi për rasti Imperia, tash u bë sërish pronar i banesave të veta. Pra një banes që u blet në rrugën Slaviko Arsov 73 metra katror, u shit për 102.000 euro që e bleu djali. Po ashtu një banes tjetër 78 metra katror për 107.000, ndërsa garazha me 30 metra katror firma e Mielkovit të ri pagoi 20.000 euro. Okej. Pushteti për atë i kërkon njerëzit, është i ëmbël. Dhe kur gabon, pushteti të përmirëson. Gazetarët për herë, kur është në pushtet vëmërë dhe përmëne, kanë telashe. Por, ajo që më befasoi mua, sot ishte SPB-ja e Kisillavodës, e cila normal dha një arsyetim shumë interesant për personin i cili bëri karambol në portalin Infomax në shtëpinë e tij, duke shkuar emisioni live mbrëm në muhabetet e rënda, teshke muhabet. SPB Kisillavodë thot, personi GS, 42 vjeçar, që ka bërë karambol në Infomax, ka qenë edhe i shtrirë në Bardhovc, spitalin psikiatrik. Kjo nuk më ka befasuar mua dhe disa gazetarë, sepse që nga vitin 1990 deri në vitin 2025, shumë drejtorë, së vendes ministra e tjerë, kanë nxjerrë vërtetime nga mjek psikiatër në qytetet e tyre, se nuk janë të llogaritshëm psikikisht nëse u ndodh ndonjë telashe me pushtete. Dhe mos mendoni nga e prapa, ndonjë sekret janë Maqedonas jo. Unë di në Shkup 3-4 dhe i di 1 ose 2 në Tetov që kanë nxjerrë së vërtetime. Dhe asnjëri nuk janë as ato të Shkupit shqiptar, po, as ato të kritikisht të BDI-s. As ata nuk janë në përgjegjësi.
Kanë vërtetim, nuk kemi të llogaritshëm. Pra, me autobus më tepër s'ka shema realizohet për në Bardhovës. Çfarë nuk ka, çfarë nuk dëgjojmë. Çfarë nuk ka, çfarë nuk dëgjojmë. Dalim tash pak në rrethin, në region. Ju kujtohet se si bullgarët e prezuan EVN-n? EVN-ja çfarë nuk bënte Bullgari? Gërdi. Të ne jo, ne e duam EVN-n, e do shteti, e duam edhe ne. Nëse ne duam nuk e paguajmë, si edhe unë paguaj 7.000, 9.000, për 2.800, 7.900. As ftohet, as ngrohet. Dhe sot, qytetarët bullgar e rrëzuan qeverinë. E rrëzuan. Dhe atë, në mënyrë publike para kamerave, Zheljaskov dha dorëheqje. Këta janë qytetarët që e duan veten, e duan shtetin. Pra, e duan shtetin, e duan veten është njëjtë, sepse kur e duan shtetin e duan edhe vetveten. Nëse pret nga dikush tjetër të ngate afroj dardhat, atëherë Arushën e kemi ngat. Pra, ne shqyqyrë që jemi në Maqedoni, do t'i paguajmë edhe Safe City. Unë jam Mesut Shabani, ishim në podcastin Mesut Shabani.